Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Kohë Sociale, emision ku flasim për njerëzit, artin dhe ndikimin e tyre në shoqëri. Sot e kam kënaqësinë të kem të ftuar aktorin e teatrit të Tetovës, Ermal Çanga, një artist aktiv i skenës teatrore, i cili përmes roleve të tij përcjell emocione, reflektim dhe humor tek publiku. Me Ermalin do të flasim për rrugtimin e tij profesional, por edhe për profesionin e aktorit, shfaqjet më sfiduese, komedinë që mbylli vitin 2025 në Teatrin e Tetovës dhe për projektet e tjera në të ardhmen. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Kohë Sociale. Mirëmbrëma, mirë gjeta. Kur e kuptove për herë të parë se aktrimi ishte rruga që do të zgjidhje? Ka qenë mosha e vogël, klasa e parë në shkollë fillore, kur ne në shkollë atëherë patëm organizuar, në fakt stafi arsimor atje pati organizuar një patronat të shkollës dhe më patëm vënë në një pikë dramatike të interpretoj. Dhe aty e pash që më pëlqeu shumë dhe do ta vazhdoj të merrem me këtë punë. Pse vendose pikërisht për aktor edhe çfarë të hoqi më tepër drejt teatrit? Po më ka tërhequr, unë kam qenë pjesë e publikut gjithkohën, kur s'kam qenë aktor, kam ndjekur shfaqjet i kam pas qef. Dhe që në fëmijëri kam dashur të jem një aktor kur të rritem. A ka qenë familja mbështetje për këtë zgjedhje që ju keni bërë? Po, absolutisht. A ka patur një moment të vështirë gjatë këtij rrugtimi? Momenti më i vështirë do të theksoja kur kam qenë student. Koha e studimeve gjithmonë është e vështirë. Të gjithë kanë pengesa, probleme. Po i kam të kaluar të gjitha dhe... Në ato momente a keni menduar të hiqni dorë drejt këtij? Jo, e vetmja gjë që s'kam dashur ta bëj. Sado që kam pasur vështirësi, shikoja përpara dhe vetëm të hiqja dorë, atë se mendoja fare. Çfarë le të themi ritualesh personale përdorni përpara se të nisni me një shfaqje? Ato varen pastaj ne kemi mësuar në vitin e parë për sistemin e Stanislavskit se si duhet bëhen përgatitjet e aktorit. Dhe disa nga ato që i përdorim janë pjesë të sistemeve që i kemi mësuar. Për shembull, fjalë shpejta, meditim, një farë forme ulur, kështu, në qetësi për të kujtuar tekstin. Zanoret, bërja e zanoreve, ushtrime fizike, janë të gjitha nga sistemet e atyre që janë shkruar. Sa e rëndësishme është ana psikologjike përpara se të nisësh një shfaqje? Më e rëndësishmja. Po që se nuk je i gatshëm psikologjikisht, ajo reflekton në skenë pastaj. Vrehet, menjëherë ndjehet se nuk je në humor të mirë për të bërë rolin. A ka patur një aktor apo një figurë artistike që e ke patur si pikë rrëfimi, le të themi? Po tani ne jemi rritur me filmat e Shqipërisë, kështu që jo një, po ndoshta më shumë se një, secili nga ne kemi. Unë për shembull kam pat aktorët e filmit Pranga e kaluara, që i kam dashur. Jam rritur me to, pastaj filmit Lulkuqet mbi mure, Timo Flokon për shembull e kam pasur si aktor të preferuar, Ndriçim Xhepa në filma tjerë. Shumë janë. Cilat kanë qenë shfaqjet më të vështira për të realizuar dhe ose ndonjë rol specifikisht që keni patur dhe pse ka qenë e vështirë? Tani janë shumë role që kam bërë, po më të fundit do theksoja këtë të shfaqjes 13 që e përshtatëm në teatr, Anatomia e Revolucionit, sepse duheshte ta luaj një rol të një të smuri mendor dhe jam marrë gjatë kohë me atë lloj personazhi për shkak se duhet gjithkohën të sa zgjati shfaqja 2 orë 40 minuta. Duheshte të luash një të çmendur, një të retarduar. Edhe ajo ka qenë shumë e vështirë për shkak përveç lëvizjeve skenike edhe trupore, duheshte një përqendrim i jashtëzakonshëm për shkak se ishte skenografia e tillë saqë kishte distanca të aktorëve, ti nuk e dëgjon kur të vjen koha dhe duhet përqendrimi i jashtëzakonshëm që mos të tikë. A ka patur ndonjë rol që nuk e keni vendosur akoma, por që do kishit dëshirë, ose ndonjë zhanër që nuk e keni provuar më parë që do kishit dëshirë ta vendosni në skenë? Nuk të thosha. Kam bërë shumë role. Keni bërë goxha eksperimente, domethënë? Shumë kemi bërë. Falë edhe regjisorëve, të them të drejtën, për shkak se ka regjisorë që nuk të lejojnë ty të bësh role, të eksperimentosh me veten. Në rastin tim, shumë regjisorë më kanë mundësuar që të mund të krijoj vetë
për brenda kornizës rolit. E me që jemi të regjisorët, si është raporti juaj me regjisorët? Shumë i mirë. Jam i kënaqur me regjisorët. Kam raporte shumë të mira. Kam ndërtuar raporte shumë të mira edhe profesionale, por edhe private. Sa ndikon roli i tyre në ndërtimin e aktorit dhe në formimin e tij? Varet kjo, nuk është gjithmonë njësoj. Ka regjisor që nuk na njohin. Ata gjithmonë me shkësi do thosha, se duhet të pyes dikën për t'i dhënë një rol, se nuk na njohin, edhe nuk kanë mundësi për shembull nga larg të vinë të na bëjnë një audicion ose. Ndërkohë regjisorë që na njohin, ata e dinë se kush jemi, si jemi. Dhe unë të paktën tek unë nuk mendoj që ndonjë nga regjisorët ka bërë ndonjë gabim në përzgjedhjet e roleve. Mund të ketë patur ndonjë rast tek tu, por pastaj në proces e kemi zhvilluar bashkë rolin, nuk është se ka bërë ndonjë gabim. Si e përjetoni kritikën, qoftë ajo negative apo edhe ajo pozitive? Me mirësi gjithmonë. Gjithmonë me mirë kuptim. Kritikat i kam marrë gjithmonë si mirë kuptim, për shkak se e di se ata regjisorë që japin një kritik nuk e kanë gabim. Jo, nuk flas vetëm për regjisorët, flas në përgjithësi. Kesh parasysh mos e përsërisësh. Po kur kritika vjen nga publiku, le të themi? Po zakonisht publiku, të paktën publiku i Tetovës, rrallë shfaqje ka që nuk e pëlqen. Shumica e kritikave janë pozitive. Na kanë dhënë komplimente më shumë se sa kritika për bërjen e shfaqjes keq ose jo të duhur. Çfarë sakrificash ka ky profesion në Maqedoninë e Veriut? Çfarë duhet të sakrifikosh për të qenë një aktor në Maqedoninë e Veriut sot? Po unë mendoj se si në të gjithë profesionet, edhe aktrimi ka dëshirë të jesh i depërtueshëm, i shoqërueshëm, në një kuptim në thojza i servilosur pak përpara producentëve ose regjisorëve të mëdhenj. Përndryshe nuk mendoj se ja del dot të bësh ndonjë aktor i lartë i famshëm ose. Sa e vështirë është të mbijetosh vetëm me art sot? Sot për sot është shumë e vështirë, po dje ishte më mirë. Dhe kjo falë këtyre rritjes çmimeve që po ndodh në gjithë rajonin tonë, për momentin vështirë është, por mendoj që do normalizohen gjërat. Kalojmë pak tek ekipi i teatrit të Tetovës. Si është raporti juaj me këtë ekip dhe çfarë e veçon, le të themi, teatrin e Tetovës nga teatrot e tjerë? Tani marrëdhëniet mes kolegëve janë shumë të mira, kemi ndërtuar raporte shumë të mira. Edhe kur jemi në proces provave, po edhe pas. Mund të them që jemi familiarizuar me njëri tjetrin, dhe se sa i përket veçantisë nga teatrët të tjerë, teatri ynë mendoj që ka arritur të jetë i pari në të gjithë Maqedoninë, për sa i përket mbledhjes dhe grumbullimit të publikut. Kemi teatro të tjerë që prodhojnë, por nuk kanë publik. Ndërkohë teatri i Tetovës, çdo herë që ka premiera ose rishfaqje, sidomos në premiera, është full dhe mezi pret publiku tetovar që të shohë shfaqje. Mendon se teatri ka marrë vëmendjen që meriton, qoftë nga institucionet, por edhe nga publiku? Kjo mendoj që i takon më shumë pjesës marketingut. Kemi patur momente që kemi patur vëmendjen e mediave shumë, kur ka punu pjesa e marketingut, pastaj kemi edhe raste tjera kur nuk kemi qenë shumë të vëmendshëm për shfaqjet ose për projektet ose festivalin. Tash nuk mund të them se është e një llojt e gjithë koha sa ekziston teatri. Ka patur dhe ngritje dhe ulje sa i përket marketingut. Kjo varet, unë si mendoj, më shumë nga marketingu, se marketingu është ajo që të bën ty reklamën nëpër media, fton gazetarët, bën preset këto, për t'i dhënë më shumë bujë një premierë ose hapjes festivalit ose diçka tjetër. Në fund të vitit 2025 që lam pas, ju keni patur edhe një komedi, më thënë teatri Tetovës ka patur një komedi ku keni qenë pjesë edhe ju. Si do ta ma përshkruaje këtë shfaqje dhe çfarë impakti ka patur tek publiku? Kjo është një ndër shfaqjet që kemi kaluar më së miri në të gjithë historikun e teatrit Tetovës. Paktën në kasta e aktorëve që kemi lozur në atë shfaqje.
fal regjisorit Sulejman Rushitit, për shkak se na ka dhënë mundësinë që të eksperimentojmë dhe na ka thënë që në fillim se që kjo është një projekt që ne do kemi mundësinë të eksperimentojmë me veten, në radhë të parë, pastaj edhe me raportet ndërkolegiale, edhe me profesionin, edhe me shfaqjen. Edhe unë jam shumë i kënaqur personalisht, kemi kaluar jashtëzakonisht mirë, jashtëzakonisht bukur, kemi ndërtuar role, megjithëse ishte pak ftohtë në fund, po ato e kemi kronike më se s'është e re ndonjë gjë, po ja dolëm dhe bëm një shfaqje super të pëlqyer nga publiku ynë. Çfarë mesazhish përcolli kjo shfaqje? Komedi. Tani është komedi, tema është se si ndodhin ato brenda institucioneve tona që kemi ngritur, se si ndodhin ato xhelozit, ato mobbingjet për brenda kolegëve, se si ndodhin shtypjet nga ana e drejtorëve, se si ndodhin përqeshje, se si ndodhin, domethënë gjithçka për brenda institucioneve ku ne shqiptarët po punojmë. Që në fakt janë edhe aktuale. Po, që janë aktuale akoma sot dhe mirë po ne e kemi ndërtuar këtë mbi bazën e problemeve të teatrit brenda teatrit, që ndërkohë reflekton edhe të gjithë institucionet. Sa e vështirë është ta bësh publikun për të qeshur dhe të reflektojë njëkohësisht? Goxha. Sidomos publikun e Tetovës. Është publik shumë i mençur dhe nuk e bën dot kollaj të qeshë. Prandaj mendoj se kemi bërë një punë të jashtëzakonshme me këtë shfaqjen e fundit, për shkak se është një komedi që pas çdo të dytës replik, publiku ka reaguar, ka qeshur. Ndoshta keni qenë dhe vetë personalisht e keni parë. Unë kam qeshur shumë, me thënë të vërtetën. Nuk është i lehtë. Jam kënaqur shumë. Si e sheh rolin e teatrit në shoqërinë tonë? Si ka ndryshuar ajo ndër vite, le të themi? Po unë mendoj që ka ngritur, ka patur një zhvillim, ka patur ndikim në zhvillimin kulturor të njerëzve, sepse në të paktën për premiera gjithmonë ne i bëjmë matjet, nga hiçi gjithmonë e më shumë duke u stërmbushur sallat dhe nga nëpër reprizat e tjera, kjo tregon se ka patur ndikim. Kam edhe miq që më shkruajnë kur do kemi një shfaqje të re, kur do kemi diçka të re, interesohen. Pastaj edhe futemi te pjesa e rrjeteve sociale në kohët e fundit, të paktën këto 10 vitet ose 5 vitet e fundit, numri i ndjekësve në rrjetet sociale është rritur, që tregon se ka interesim të njerëzve të dinë të shohin shfaqje teatrore. Sidomos edhe të brezave të rinj, në fakt. Brezat e rinj tash nuk mund t'i precizoj për shkak se ka shumë breza të rinj që duan më shumë filmin. Kur kanë folur ka dhe nga ata që janë duan teatrin, absolutisht, po kur kanë folur, për shembull, kemi pyetur të shkollave të mesme, nuk kanë mundur të organizohen në masë të madhe për shkak se disa kanë thënë, jo, më mirë të shkojmë në kinema. Të tjera që kanë ardhur, që kanë ardhur e herave tjera, pa i ftuar, po ka edhe të rinj që më shumë preferojnë kineman. Janë të ndarë, le të themi. Mund të jenë të ndarë. Sa e vështirë është komedia në këto kohë sociale të vështira që jemi? Mendoj se goxha. Janë krijuar shumë personazhe në rrjetet sociale. Personazhe nga hiçi, që janë aktorë dhe kanë fituar vëmendjen e njerëzve, sidomos të rinjve, duke u bërë goxha të famshëm. Tani ata njerëz kanë krijuar një farë audiencë me të cilën shkëmbejnë dhe të qeshurat bashk. Audiencë online gjithmonë. Dhe ti të i bësh konkurencën tyre që sot kanë me miliona njerëz, nuk është e lehtë. Nëse ti bën një komedi, duhet të llogarisësh edhe ato rrjetet sociale për ta çuar një publik të qesh. Prandaj unë mendoj se është goxha e rëndë sot për sot të bësh publikun për të qesh në teatr. Ku e shikoni veten në projektet afat gjate apo dhe ato më tani, le të themi, në 2026 keni diçka, ndonjë projekt, ndonjë shfaqje të re që jeni duke e punuar? Për shfaqje të re nuk kemi akoma, se akoma nuk na kanë kumtuar projektet e reja që do vinë. Projekt tjetër për momentin nuk kam. Pres një vazhdimsi të projektit që kam qenë sot e 14 vite në Alsat. Aty kam qenë aktor dublant, po kështu kemi folur me atë shefin që do 2026 do kemi një angazhim në përkthime në fakt në sinkronizime të filmave të huaj, serialeve të huaja.
Ku e shikon veten në 5 vite ose 10 vite si aktor? Në teatr. Ku kam qenë? A keni menduar ndonjëherë të hiqni dorë nga të qenurit në le të themi në skenë dhe të jepni mësimdhënie apo të ndiqni nga ana profesionale të rinjve për t'i kyçur në aktrim? Po, kam shprehur një dëshirë për ta aplikuar në universitet. Për shkak se vitin e kaluar kam mbaruar magjistraturën në Prishtinë për aktrimin në teatr dhe shpreha një dëshirë, më erdhi një vullnet për të punuar në universitetin tonë me student, që të mund të jap nga vetja sa më shumë për studentët, por tani do shohim si do rrjedhin gjërat, do ketë konkurse, ajo është punë tjetër. Deri atëherë vazhdon. Teatrin se lë. Jo, nga teatri siqe. Dhe për fund, cili do ishte një mesazh që do ju jepje të rinjve që duan të kyçen drejt aktrimit? Mesazhin mendoj që disa të rinjve ja kam dhënë edhe në emisione tjera që kam fol, sa më pak rrjete sociale, sa më shpesh të ndjekin në shfaqjet teatrore, të ndjekin dhe filmat, pse jo, meqense ne këtu s'kemi kinema, po ka solucione tjera për kinema, të duan të ndjekin sa më shumë artin dramatik në përgjithësi, sepse ndonjëherë edhe ata nuk e dinë pa e provuar se mund ta gjejnë veten brenda. Unë falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për gjithë kontributin që ju jepni në teatrin e Tetovës dhe jo vetëm. Dhe të uroj shumë suksese në të gjitha rrugtimet që ti do zgjedhësh për të bërë jo vetëm në teatr, por edhe jashtë saj. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Ju falenderoj dhe juve që na ndoqët, mirupafshim në Kohë Sociale herën tjetër me një tjetër histori dhe me një tjetër konvështrim shoqëror. Natën e mirë.